7 shenja që tregojnë se dikush mund të jetë në depresion dhe çfarë mund të bësh realisht. Numër 1, lodhje e vazhdueshme pa arsye të dukshme. Edhe pas gjumit, trupi ndihet i rënd, çdo gjë kërkon përpjekje. Kjo nuk është dembelizëm, është shenjë që sistemi nervor është i tejlodhur. Numër 2, humbje interesi për jetën. Gjëra që dikur të emociononin, tani duken të sheshta. Nuk është se nuk do, thjesht nuk ndjen. Numër 3, izolimi i heshtur. Fillon të largohesh nga njerëzit pa konflikte, pa shpjegime. Jo sepse nuk i do, por sepse nuk ke energji të shfaqesh. Numër 4, zë i brendshëm që të sulmon. Vetë kritika bëhet e përditshme, nuk vlej, nuk po bëj mjaft, diçka s'është në rregull me mua. Ky zë nuk është e vërteta, është simptom. Numër 5, shregullim në gjumë dhe oreks. Ose fle shumë, ose nuk fle dot. Ose ha pa kontroll, ose humb plotësisht oreksin. Trupi po përpiqet të mbijetojë. Numër 6, boshllok emocional. Nuk qan, nuk gëzohesh, nuk zemrohesh, vetëm mpirje. Kjo shpesh keq kuptohet, por është një shenjë e fortë depresione. Numër 7, humbje shprese. Jo dram, jo fjalë të mëdha, vetëm një mendim i qetë dhe i rrezikshëm. Kjo është jeta ime dhe nuk ndryshon. Atëherë cila është zgjedhja? Zgjedhja nuk është të mendosh pozitivisht, as të shtyesh me forcë, as të turprohesh pse ndihesh kështu. Zgjedhja fillon kështu, të pranosh se diçka brenda te ka nevojë për kujdes dhe jo për gjykim, të mos e kalosh vetëm, të flasësh me dikë të sigurt, të rikthesh në trup frymëmarrje, esje, qetësi, jo vetëm mendime, të kërkosh mbështetje profesionale kur është nevojshme, kjo është forcë, jo dobësi, dhe të kuptosh se depresioni nuk është identitet, është gjendje, dhe gjendjet ndryshojnë. Nëse e pe veten në këtë video, dije këtë, ti nuk je i prishur, ti je i lodhur, dhe lodhja shërohet. Dhe nëse e pe dikë tjetër, mos e pyet pse je kështu, pyete si mund të jem pranë teje. Sepse ndonjëherë një njeri vetëm që qëndron pranë ndryshon gjithçka.